atmosfera shumë e mirë, vajzat janë përgatituna maksimalisht. Do mundohemi që t'japim maksimumin këto ndeshje sepse janë ndeshje shumë të rëndësishme për neve. Ne duhet të rrim kam tokë, do t'i marrim ndeshjet një nga një. S'pari kemi ndeshjen me Malinezi dhe do të mundohemi që të marrim 3 pikë. Pastaj vjen ndeshja me Çekin që kemi pasur 2 përballje Nations League. Është një kundërshtar i fortë, por do mundohemi që t'japim maksimumin. Normalisht që po, kundërshtari është analizuar si prej stafit, po ashtu edhe prej neve për të marrë parasysh që jemi ndeshur me disa skuadra. Walesi është një kundërshtar më i fortë në grup, por mundohemi që marrim pikë gradualisht. Loja e ekipit kombëtar po shkon gradualisht duke u rrit, asnjëherë nuk po shkon të u bë më keq, gjithmonë po shkon të u bë të u përmirësu. Dhe shpresoj që këto afrime që na ndihmojnë sa më mirë që dalim ndeshjet. Atmosfera shumë e mirë, është dita e tretë sot dhe po përgatitemi mas miri për të përballuar këto 2 ndeshje të para që kemi për kualifikimet. Besoj që do vazhdojmë kështu dhe për të arritur të marrë më të mirën. Objektivi është për të marrë më të mirën, atë kualifikohemi është edhe atë që shpresojmë. Kemi 3 skuadra që janë të forta. Ideja jonë është që të përballemi me çdo skuadër, t'japim më të mirën. Pastaj futbolli është futboll, kemi pas ndeshje ku kemi dhënë maksimumin, ndoshta s'kemi marrë rezultat. Ideja është që t'japim performancën tonë më të mirë dhe duke shpresu të marrim edhe rezultatin. Objektivi jonë është që të qëndrojmë Ligën B. Ja kemi arrit këtë vit dhe shpresoj të arrijmë akoma. Ardhjet e reja kanë bërë gjithmonë mirë dhe po ashtu edhe rikthimet janë gjithmonë një ndihmë e madhe për grupin dhe për lojën, kështu që shpresojmë që të ndihen sa më mirë dhe t'japin maksimumin.